Edhe faktikisht ka kohë që është hapur loja e pagesave. Madje në një rast mos ma kërko kështu me detaje. Domethënë parat jepeshin në tualetën. Shkonin numëruesit edhe llogaritësa detyroheshin domethënë ne komisionerët të bllokonin procesin dhe të shkonim në shtëpi domethënë për të kryer nevojat tona, domethënë thjesht për të mos u bërë pis domethënë. Se në tualet nuk i ndorën dot, se ka dhe ca kufizime ligjore kjo punë. Po pse nuk denoncohen raste të tilla për shembull? Po si e denoncon? Ja për shembull unë po ja u them në momentin që unë kam qenë kryetar komisioni, se jam direkt e zgjedhet, nuk desha të duhet të rike pjesa teknike, nuk pëlqen pjesa politike, por nëse ti nuk i afrosh dot tavolinës numërimit pa të kërkuar. Pra nëse tavolina e numërimit bie dakord, plas të paktën në atë legjislacion, nëse tavolina e numërimit bie dakord dhe s'ka ndonjë kontestim, ti nuk shkon dot të afrosh ke një kishte rregull që duhet të rije kaq distancë afër këto. Ishte në monitorimin e OSBE-s, një punonjës e OSBE-s ishte aty non stop, po që mora informacion nga pala opozitës, le të themi që ishte atëherë, edhe i thash, hajde ta shkrim tavolinën, po duhet gjetë rruga ligjore, domethënë, që ta nxjerrësh për jashtë. Sepse në tualet nuk mund të shkosh ti hysh e ta kapësh frekancë, që të arrish të dënosh tjetrin duhet të kesh provë. Po mirë, këta vëzhgues që ishin aty edhe të OSBE-s, edhe domethënë si nuk i pikaste njëri këta? Nuk shkondën bajnë. Nëse unë po ja u them një. E kam më gjërë atë, domethënë se ka vëzhgues edhe të huaj, domethënë. Ai ishte një proces që shkoi shkëlqyeshëm pavarësisht kësaj që tregohet, po ta dhash. Mirë, se nuk e kemi analizën të lokalizuar, ne po trajtojmë fenomenin. Jo, unë po e shtrim me tutje domethënë, kështu që unë e gjykoj që SPAK-u ka bërë mirë dhe kam përshtypjen se do përdoret varianti amerikan. Është përdorur në Amerikë varianti që është i ndërhyrjeve të rrepta, ndoshta nuk e them dot në temën ligjore sepse për fatkeqësisht unë kam bërë rusisht në shkollë, pati ndërhyrje drastike edhe në Amerikë domethënë. Në momentet sepse atje votimi zgjati shumë, në momentet që konstatoheshin le të themi vjedhje abuzime, le ta themi fitoria e Trumpit ishte shumë më e madhe se sa kaq. Paktën unë këto informacione i kam. Por ama kush kapesh me vjedhje nuk shkonte kështu seanca pas seancës. I binda i xhaxhi thon ata që kiçet pam edhe shkoi direkt në burg. Po si bëhet vjedhja? Se vjedhja kam përshtypjen nuk bëhet aq flagrante, bëhet aq në Amerikë për shembull ishte kapur një postier që i them plera. Mirë, mirë se Amerika është për Shqipërinë, shumë i madh edhe domethënë është tjetër. Në Shqipëri është taktika e blerjes, për shembull. Si blihet direkt? Me para kesh, sepse kjo është forma më e kollajt, po themi dhe më e ekspozuar. Me punësime nuk janë të vështira për t'i gjetur, që t'jemi kështu të ndershëm. Sa punësime të kota ka pas kryeministria? Merr kamerat, skanoj, kanë ardhur në punë, kanë ardhur në kryeministri, kanë pas punësime të njerëzve që me premtime elektorale tash. Nëse ka vullnet, asgjë nuk është e pamundur, domethënë. Është lehtësisht e ekzaminueshme, nuk flasim për një pastaj mund të jenë premtime që bëhen direkt, indirekt e tjera, domethënë me akses, por punësime të kota ka patur të paktën në fushata elektorale. Rritja e stafit të bashkisë, të paktën pastrim gjelbrimi, domethënë mori për masa skandaloze. Domethënë nëse merr 5000 votues, herë 4 një thonë 20000 vota që prishin ekuilibrat. Një punësimi, një lloj mekanizmi po themi. Investimet në zona caktuara, është kryeministri në Vlorë? Në Vlorë aeroport, në Vlorë rrugë, në Vlorë Tazem anijet që korrupsion i gjallë. Mira, i thotë këto i kanë projekte qoftë edhe të nisura. Për shembull, kryeministri, siç e ka kryeministri i gjithë shtetit shqiptar. Atëherë ta mbylli ta ndajë domethënë. Mora se mund tropojnë, mund të marr Laçin, Lezhën. Se në zonat socialiste ta them, investimet. Këto janë këto format që cilësohen si të sofistikuara faktikisht. Këto janë shumë sofistikuara, këto janë shumë flagrante, por që nuk përbëjnë vepra penale se nuk e vërteton dot. Po nëse shkojmë tek veprat banale, tek krimi banal, ai në rrugë ose ai është më i rrezikshëm domethënë, sepse ai blen votat drejt për drejt domethënë. Tash duhet të them diçka domethënë, nuk janë pa fajde qytetarët, ose ne po merremi domethënë me këtë pjesë, po që njeriu unë e kuptoj që vërtet mund të jesh vështirësi ekonomike, por çfarë të zgjidh një 50 euro, 100 euro domethënë, ndërkohë firmos rënimin tënd ekonomik. Unë le të themi pata një rast që më kërkua vota familjarëve të mi sepse unë jam i pa angazhuar. Edhe ishte fjala për një deputete që do konkuronte për këto primaret. Po. Edhe ideja ishte që një nga këto deputetet luftoi shumë për këtë biznesin e vogël dhe më prekte direkt interesat ekonomike. Pra s'kisha pse mos si isha në favor të asaj. Kështu që njerëzit duhet bëjnë dhe pak pragmatizëm, domethënë, të shikojnë të ardhmen, të shikojnë
Mos bëhen kështu tifozë partia të smurë në kuptimin ose mos gënjen me 50.000 lekë, them, çfarë është ky 50.000 lekë? S'është krim elektoral ky. Krim elektoral është, nuk është krimi i drejtë, po jo është elektoral është. Me parat e pushtetit, ato janë parat e kryeministit, janë parat tona, ju paguani taksa, unë paguaj taksa, zotnia paguan taksat. Nuk mund të përdorësh ti si mbas shefi, domethënë, nëse po arrim në këtë plan. Nëse unë në planin poshtë pasaj, ajo është shumë e kollajshme dhe unë po ju them që paniku është ndjerë. Mbase vjen për te oqeanit, po paniku është ndjerë. Unë në fakt në studion tuaj kam kënaqësinë që po vi për herë parë, por nuk është se kam thënë. Tu rruga po pastrohet penalisht nga politika, nga të gjitha. E kam marrë përsipër SPAK-u dhe punë është pak a shumë politika e Kosovës. Ata me gjykatën speciale, domethënë ikën një skalet politikanës shumë të fuqishëm që nuk lëviznin dot, ndoshta edhe u bë oferta që të lëviznin, nuk lëvizën dhe përfunduan në burg, pak a shumë me njëtat po përdoret edhe këtu. Ndoshta nuk po shkojnë në burg, po konsum politik ose disa po ikin në burg, po ja u bëjnë domethënë. Kështu që unë gjykoj që kësaj radhe duket se SPAK-u e ka seriozisht thjesht në intuitën time, nuk është se s'kam mundësi të marr informacione, po për profesionin që kam flas me letra përpara, kështu që në intuitën time profesionale unë them që do ketë efekt pozitiv dhe trembja në kampin e pushtetit duket. Mekanizmi i përgjimit apo infiltrimit të njerëzve të caktuar në kampet e partive politike gjatë fushatës elektorale duket se është, po themi, ai që ka friksuar më shumë. Si mund ta bëjë SPAK këtë? Se s'po pyes ligjërisht se i lejohen gjitha format sa kohë mendoj unë, Pa procedurë të rregull ligjore, për mua përgjimet janë të palishme. Domethënë kjo dihet tash, nëse e jep prokurori, e jep gjyqtari, domethënë duhet të flasim me një konstitucionalist. Jo, e kisha tek pjesa e kanalizuar tashmë për të parandaluar krimet zgjedhore, jo gjithandej. Që shteti shqiptar nuk ka parametra për përgjigje masive. Po flitet që pas ka marrë SPAK-u një pajisje që nuk e di, domethënë, nuk jam në informacion, flas në parim, domethënë. Po pra në parim dhe nuk ka parametra për përgjigje masiv të popullatës, domethënë, në kuptimin s'ka infrastrukturë thonë ju? Jo, shteti shqiptar. Po kjo pajisje flitet për një, gjithsesi unë gjykoj që do ketë target caktuar grup personash, domethënë që e njihen, sepse mund të marr rastin e përkrahasim, mund të themi, vjedhja është edhe pjesa ligjore, që të jemi të qartë, domethënë. Pasem LSI-s që nuk është se është një parti që më afeksionon, po flas në parim, domethënë. LSI-ja me 110.000 vota nuk mori asnjë, mori 4 deputet, ndërsa Tom Doshi me 25-30 mori 2.3, pra edhe ajo që ti ndërhyjnë ligjërisht në mënyrë të sforcuar, domethënë, ke shumicën në parlament dhe kjo është vjedhje. Nëse pastaj mirë, ajo është i përket një historie edhe teme tjetër ajo, se ajo është për shkak të asaj që kryen dikur Rama dhe Berisha, kështu që SPAK-u besoj nuk i ka shpëtuar që ministrat e qeverisë kanë dalë jashtë shtetit me fondet e pushtetit. Ne për më tepër që dhe reklamojnë, domethënë dalin me ata simpatizantët e vet, dhe që këtu fillon me çfarë lekësh dole, për çfarë qëllimi dole në punë shtetit. Në Amerikë X-i, në Itali Y-ja. Po e them bazë gjini, që normalisht duhet të kishte filluar timi, jo, po si këto si ikën ti tashim merr paratë shtetit, dhe nëse merr një sponsor, ai sponsori duhet deklaruar, po ja pa kjo është pabarazia në zgjedhje, domethënë. Jo, patjetër, gjitha këto pika qëndrojnë. Kurse ato marrëveshjet pasaj që janë bërë mes Ramës e Berishës edhe në 2021-shin, që përfundoi siç përfundoi fal 5 qershorit, kështu që këto e kanë bërë vetë ta. Absolutisht, është marrëveshje e Gërdecit, i them unë asaj. Kështu që nuk i referohemi dot, ne po flasim për, tek pjesa e terrenit, po s'më the, mandale komentin mbi atë pajisjen. Mundson diçka ekstra nuk e di. Jo, në kuptimin e funksionalitetit e kanë fjalën. Kapacitet më të lartë, domethënë në kuptimin që mund të mbajë. Se ç'është i referohesh përgjimeve ambientale, kanë përshtypjen apo? Jo, kanë përshtypjen për përgjime telefonike, por dhe telefoni, po jo them për kuriozitet, domethënë telefoni në momentin që fillon bisedën dhe pa filluar të flasë, telefoni hyn në përgjim. Pra praktikisht një person që është ngjitur me mua, nëse flet në momentin që un po telefonoj dhe nëse përgjigjet thjesht si makineria punon. Pastaj se çfarë kanë aktivizuar, nuk e di, domethënë nëse do të flitet SPAK-u do provojë, ndoshta kanë edhe për panik, domethënë, po që eksperienca dërtanishme të paktën për krimin elektoral ka qenë dobët, ndërsa për planet e tjera nuk është se ka performuar keq, ka performuar mirë, hiq atë pjesën e një çik. Ndërsa në herë. Tani kur i referohesh përgjimit masiv të popullsisë, e ke fjalën vetëm për grupet caktuara që SPAK dyshon dhe i ka në shënjestër apo? Ndoshta 200 për një herë si përgjon dot, nuk flas për miliona, e kupton?
Jo, them, e ke fjalën për masiv gjithë popullata apo grupeve që janë në shënjestër të hetimit për shembull apo të zgjedhjeve po them dyshimit? 18.000 qendra votimi. Po ja fusin shifrën. Edhe nuk është se janë. 1.000 ca futi 10 komisionerë aty. Do bën 50.000 domethënë. Çfarë nuk do përgjigj masiv kjo, nëse do t'i hysh domethënë. E lam pjesën ligjore, flasim për pjesën teknike, se unë ekspert jam këtë pjesën teknike po më. Nuk quhet masiv 50.000 veta ose 5.000 veta ose 10.000 veta. Po pra, po. Nuk është përgjigjem individual domethënë. Një njeri që është dyshuar për i verë penale, merr merrtimin e prokurorit të gjitha, pra praktikisht unë nuk e kam këto njohuri mediatikisht, e kam dëgjuar që paska marrë një pajisje. Por po ja u them me sinqeritet që trembja në bursë është. Ja u garantoj domethënë. Ndoshta në kokë do kputet. Nuk e besoj që të kaloj kështu thatë. Intuitivisht, thjesht, nuk kam informacion, sinqerisht, nuk e maj rezervë, se do t'ja u thosha. E kuptoj. Kjo klima parazgjedhore, sigurisht gjithë perceptojmë që mund të ketë tensione, duke qenë se këtu dihet se si luftohet për politikën. Ju për shembull si e shikoni, si e parashikoni, në aspektin e sigurisë, po themi, po flasim, në fushën tuaj, si e keni atë nuhatjen po mirë pra, po edhe sigurisë i shërbent, lutem. Është e lidhur. Si e keni nuhatjen për klimën zgjedhore të 11 majit? Nëse opozita lufton për pushtet, opozita lufton për jetë apo vdekje. Në kuptimin figurativ, domethënë, sepse humbja e pushtetit, domethënë, gjykoj që minimalisht kryeministri do të japte shumë probleme.